Po sikur të thuaj se komunikimin ndoshta më kompleks, ai me pasojat më të mëdha që ndodh në jetën e njerit, vjen shumë kohë para se të thuhet qoftë edhe një fjalë vetme. Është një mendim shumë interesant në fakt. Sepse ne si njerëz kemi prirjen të kërkojmë momentet e zhurmshme. Apo jo, ato ngjarjet e dukshme, hapat e parë, fjalën e parë kur fëmia mbahet te tavolina dhe bie. Po, ngjarjet e mëdha fizike. Fiks. Është si një lloj inxhinierie mekanike që po ndërtohet aty para syve. Por sot në këtë hulumtim të thellë të materialeve dhe shënimeve tona, ne do të shohim diçka krejt tjetër. Do të izolojmë një lëvizje fare të vogël, një lëvizje të heshtur të muskujve. Të muskujve të fytyrës, domethënë. Po, domethënë do të flasim për zhvillimin e buzëqeshjes së parë tek foshnjat, specifikisht gjatë atyre 6 muajve të parë të jetës. Dhe shiko, ky është një detaj që anashkalohet goxha shpesh. Merret thjesht si një fazë lezetshme, një moment i mirë për të bërë foto e për t'i dërguar në grup familjes. Tamam. Por ajo që po ndodh nën sipërfaqe është një aktivitet neurologjik masiv. Domethënë, kjo që po diskutojmë nuk është thjesht një udhëzues se si të rrisim fëmijët. Kjo është një dritare e hapur gjerësisht mbi mënyrën se si jemi dizajnuar në njerëzit, që në atë nivelin qelizor për t'u lidhur me njëri tjetrin. Edhe detajet më të vogla si një ngritje e lehtë e buzëve, lë gjurmë të përhershme në arkitekturën tonë sociale. Në rregull, atëherë le ta zbërthejmë pak këtë, sepse kur hidhja syt mbi burimet tona, gjëja e parë që më ra në sy ishte diçka që ndoshta do t'i zhgënjej pak ata që sapo janë bërë prindër. E di për çfarë e ke fjalën. Është pak brutale ta thuash. Të gjithë mendojnë se ajo buzëqeshja në ato ditët e para, sapo lind foshnja, domethënë mbaron së ushqyeri, fle dhe buzëqesh, dhe ti shkrim fare. Dhe prindrit mendojnë se është një shenjë e pastër dashurie. Po. Por dokumentet tregojnë një realitet pak si më mekanik. Në ato ditët e para, me sa duket, nuk jemi duke parë fare një buzëqeshje, në ato kuptimin emocional të fjalës. Fatkeqësisht për prindrit, po, ashtu është. Është një lloj iluzioni shumë i bukur i natyrës. Iluzion? Po. Sepse në nivel neurologjik në ato javët e para fare, ne jemi duke parë thjesht një trup që po kalibron hardware-in e tij. Këto lëvizje njihen thjesht si buzëqeshje reflekse. Domethënë reflekset pastra. Fiks. Ndodhen kryesisht kur foshnja është në fazën atij gjumit thellë ose kur është gjysmë në gjumë. Ato kontrollohen nga pjesët më primare të trurit, pjesët më të thella që menaxhojnë bietisën, si frymarrja. Si frymarrja, po rrafjet e zemrës. Apo jo? Pikërisht, pra me pak fjalë trupi thjesht po i dërgon disa sinjale elektrike të rastësishme atyre muskujve të fytyrës për të parë nëse funksionojnë, si ai rasti kur mjeku të godet lehtë gjurin me atë çekiçin e vogël. Edhe këmba lëviz vet. Ësakt, këmba lëviz vet. Është e njëjta gjë. Nuk ka fare lidhje me një stimul të jashtëm dhe logjikisht foshnja aty nuk po e proceson faktin që dikush po e shikon me shumë dashuri në atë moment. Wow! Është logjike, e kuptoj. Po unë, domethënë, po përpiqem ta vizualizoj gjithë këtë proces. Është si të nxirrësh një kompjuter krejt të ri nga kutia. Tamam. Për disa javë, rryma elektrike thjesht bën xhiro brenda qarqeve. Dritat ndizen, fiken, por nuk ka asnjë program të vërtet operativ. Ekranet janë në sleep mode, si thuash? Fiks, në modalitet fjetjeje, por pastaj këtu gjërat bëhen interesante. Diku rreth moshës 6 deri në 8 javë, materialet theksojnë një ndryshim kolosal. Foshnja buzëqesh, tamam kur sheh një fytyrë. A është ky ai momenti që mund ta quajmë si një zgjim i sistemit operativ? Më pëlqen shumë kjo analogjia e sistemit operativ, sepse shpjegon saktë atë që po ndodh aty brenda. Ku foshnja befas ndërgjegjësohet që ka një botë tjetër, jashtë vetes. Po, sepse rreth asaj javës së 6 ose 8, korteksi cerebral fillon të maturohet. Për ta thënë thjesht fare, ky korteksi është ajo pjesa e zhvillimura e trurit që menaxhon mendimin kompleks, procesimin vizual dhe jetën sociale. Që i mungon krejtësisht deri në atë moment. E vërtet. Para kësaj pike, bota është thjesht një mjegull, dritë e zhurma pa lidhje, por kur ky sistemi ndizet, syt fillojnë të fokusohen. Ajo hije e paqartë që rritet mbi krevat, befas kthehet në një fytyrë. Dhe truri e kupton që ai nuk është thjesht një radiator që rri ngrohtë apo që i jep ushqim. Pikërisht e kupton që ky është një njeri, është një burim interesi social, dhe kur foshnja e sheh këtë fytyrë dhe ja kthen me këtë të ashtu quajturën buzëqeshje sociale,
Ky është sinjali i parë i vërtet i komunikimit me qëllim të plot? Pra më në fund ata po na shohin vërtet ne si njerëz, sepse para kësaj bëjmë ç'bëjmë e vetmja mënyrë e tyre e komunikimit ishte e qara, që realisht është thjesht një alarm mbijetese. Po, tregon thjesht unë jam i uritur, prandaj po qaj, ose kam ftohtë, prandaj po qaj. Do me thënë kjo buzëqeshja sociale është ndryshe, nuk kërkon diçka fizike, nuk kërkon qumësht, kërkon vetëm lidhje, dhe këtu te burimet ka një detaj shumë interesant se çfarë na ndodh neve, do me thënë, te i rrituri në atë moment, është një lloj reagimi zinxhir. Këtu pastaj duket gjenialiteti i evolucionit. Ne dim që foshnjat njerëzore lindin në mënyrë jashtëzakonisht të pafuqishme. Plotësisht të varur nga të tjerët. Nuk ecin dot, nuk gjen dot ushqim vetë si shumë kafshë të tjera. Kështu që natyra i ka pajisur me këtë mjet komunikimi që ka një fuqi të frikshme. Kur ajo buzëqeshja e parë vërtet i drejtohet njërit prej prindërve, ajo godet direkt në qendrën e shpërblimit në trurin tonë si të rritur. Do më thënë, çliron dopamina apo jo? Fiks, çliron një sasi marramendose dopamine. Dhe dopamina e dim që është ai kimikati që të bën të ndihesh i lumtur, i shpërblyer dhe thellësisht i lidhur. I rritur i mirë këtë valë të fuqishme, ndjen atë dashurinë e madhe dhe si pasojë është i shtyr nga vetë biologjia e tij të vazhdojë ta mbrojë atë fëmijë. Kjo është e jashtëzakonshme në fakt. Nëse natyra e ka ndërtuar këtë lak dopamine kaq të përsosur vetëm e vetëm për të na garantuar ne që të lidhemi dhe t'i mbajmë gjallë këto foshnja, çfarë ndodh më pas? Supozojmë që unë si prindë mora atë shpërblimin, unë ndjeva në qiellin e 7, po si ndërtohet mbi këtë pastaj? Këtu fillon faza tjetër. Sepse nuk mund të themi që thjesht marrim ndjesinë e mirë dhe ikim aty i mbyllim punët. Materialet theksojnë pafund fjalën dialog, si një domosdoshmëri për të krijuar një dialog me ta. Po, sepse aty fillon puna e vërtet. Foshnjën edhe atë sinjalin, por tani truri e tij fëmije rri në pritje. Ata imitojnë fjalorin ton emocional, dhe me që fjalë nuk kanë, i gjithë fjalori i tyre është mimika. Ngjyrat e zërit, buzëqeshjet, ngritjet e vetullave. Dhe ata presin nga ne t'u japim lëndën e parë. Në neuroshkencë ky njihet shpesh si një mekanizëm shërbim dhe kthim. Prit pak, si funksionon tamam ky shërbim dhe kthim? Do me thonë, nëse një foshnjë bën një zë, ose i zgjeron sytë e habitur, dhe unë reagoj duke bërë të njëjtën gjë dhe i flas, kjo është fjalë për fjalë si thjesht duke luajtur ping-pong? Ping-pong emocional, sakt. Foshnja hedh topin, do me thënë një buzëqeshje. Unë e kthej këtë top duke ngritur vetullat dhe duke bërë një zë të gëzueshëm. Pastaj ata presin, analizojnë çfarë bëra unë dhe e gjuajnë topin përsëri. Kjo na lë të kuptojmë se ne nuk jemi thjesht duke pritur që ata të rriten vetë, ne i ushtrojmë fjalë për fjalë me çdo lëvizje. Kjo metafora e ping-pongut mendoj se e përshkruan në mënyrë gjeniale atë që po ndodh mekanikisht. Por duhet kuptojmë thellësinë e kësaj loje, se çfarë po ndërtohet pas asaj. Sepse nuk besoj se është thjesht për argëtim. Jo, nuk është thjesht një stërvitje muskulore. Ky është ai procesi bazë ku foshnja po mëson algoritmet më të rëndësishme, algoritmet e besimit dhe të reciprocitetit njerëzor. Kur një foshnjë lëshon një tingull ose qesh, truri i tyre po bën një testim të mjedisit, po thotë domethënë, a ka mund ndonjë ndikim në këtë botë apo jam thjesht këtu kot? Oh, dhe kur dikush ja kthen menjëherë atë reagim me vazhdimsi, atëherë truri regjistron diçka monumentale. Thot, zëri im ka rëndësi, kjo botë është e parashikueshme, unë bëj këtë, ata bëjnë atë, dhe mbi gjitha këta njerëzit këtu janë të sigurt, mund t'u besoj. Të tërë thelbin e qenies njerëzore, domethënë, pra me pak fjalë kur shohim prindërit që bëjnë ato bisedat e lezetshme, me ata zërat e hollë që shpesh na duken budallallçe, ata në fakt janë duke i bërë kodimin e besimit atij njeriu. Pikërisht. Krejt e gjithë arkitektura e tyre po shkruhet aty. Dhe ka një gjë tjetër këtu. Nga burimet theksohet fort që ky ping-pong nuk i mbetet si detyrë vetëm një personi, vetëm nënës për shembull. Ashtu është, ndërveprimi të tjerëve. Po. I gjithë rreth i familjes hyn në lojë. Gjyshi kur i flet me atë zërin më trash, apo kur halla e bën të qesh me një fytyrë ndryshe, ata po sjellin ritme krejt reja në këtë lojën e ping-pongut. Sa më shumë personat përfshihen, kur foshnja është e qetë sigurisht, aq më shumë zgjerohet baza e tyre të dhënave të sigurisë. Fëmia fillon ta perceptoj botën si një rrjet shumë të gjerë që e mbështet. Sakt.
Bëhet njeri social në kuptimin më të gjerë. Këtu lind pyetja në fakt, nëse ky ping-pong ndërton besimin thelbësor, si e mbajmë ne gjallë këtë dialog? Dhe këtu unë personalisht u habita pak, sepse burimet thoshin fjalë për fjalë që mjeti numër 1 është lojrat e thjeshta. Loja do me thënë, dhe mënyra se si ne të rriturit e kuptojmë lojën na qenë ka thelbësisht e gabuar në raport me foshnjat. Ne shohim lojën si një argëtim, thjesht për të shtyrë kohën e lirë. Tamam, kurse për foshnjat, materialet e theksonin se kjo është kurrikula mësimore absolute, është barazim absolut me atë mësimin social. Asgjë nuk mësojnë ata jashtë lojës në këtë moshë. Dhe ky koncept ndryshon kryekëput atë se si I qasemi fëmijëve. Për një tru kaq të ri e të pambrojtur, nuk ka absolutisht asnjë ndarje midis të luajturit dhe punës serioze të formimit të tyre. E di si është. Çdo gest I fytyrës sate, çdo lojë që bën me zërin, është një tull që po I vjet asaj godinës kognitive. Ata e mbajnë shënim çdo gjë. Janë vëzhgues të frikshëm. Po mendoja për lojën kuku, ose ajo fshehja e fytyrës pas duarve, si themi ne. Burimet ndaluan shumë të kjo lojë specifike. Luhet në çdo cep të globit pavarësisht nga kultura, është universale. Dhe unë jam e prirur të pyes veten, nëse truri I foshnjës sapo ka filluar të kuptoj se si funksionon bota. Prit një sekond, kur unë fsheh fytyrën me duar, a e di fëmia që unë jam brapa atyre duarve? Apo unë, nga që kujtoj se po luaj, po I bëj fëmijës një lloj testi stresi, ku ata kujtojnë se unë sapo u zhduka përfundimisht nga bota. Kjo është pyetje fantastike sepse të fut direkt te thelbi psikologjik. Dhe e vërteta është që po, në fazat e hershme foshnjat nuk e kanë atë që ne në psikologji e quajmë qëndrueshmëria e objektit. Aftësia për të ditur që diçka është aty edhe kur nuk e sheh dot? Ësakt. Kështu që kur ti e fsheh fytyrën tënde pas duarve për 1 ose 2 sekonda, foshnja aty përjeton një nivel të caktuar tensioni, ose e thënë ndryshe, një paqartësi. Ata përballen fjalë për fjalë me një humbje të njeriu të tyre më të rëndësishëm në botë. Wow, është e frikshme ta mendosh kështu. Po pse qeshin pastaj? Çfarë është kjo magjia e kësaj loje? Magjia aty, ajo që e bën këtë lojë universale, nuk është e befasia, nuk është ndonjë truk magjie. Magjia qëndron e gjitha te lehtësimi. Pra, në momentin kur unë hap duar dhe bërtas kuku, ata përjetojnë thjesht një val masive lehtësimi. Ah, që nga këtu? Ashtu është. I gjithë trupi tyre gëzohet. Dhe përmes këtij ciklit, më thënë, zhdukja e shpejt, pastaj shfaqja e lumtur. Loja I ka mësuar një mësim shumë të thellë për vërtetimin social. Që të dashurit largohen, po vinë prap. Që gjithmonë, patjetër, kthehen me një buzëqeshje, është fjalë për fjalë stërvitja e atij sistemit nervor për t'u kalibruar, si ta menaxhojnë stresin kur janë të ndarë nga ne, dhe sa herë që e luajmë, ne u japim një fytyrë ndryshe, herë dalim ashtu të habitur, herë me buzëqeshje vesh më vesh, herë bëjnë një zë pak më ndryshe. E lexojnë emocionin, domethënë. Foshnja bën atë kalibrimin tjetër, Si? po ndërton atë radarin social që do ta udhëheqë atë gjatë gjithë pjesës tjetër të jetës tij. Është komplet e pabesueshme kur thellohesh pak e shes se sa peshë gjigante mbajnë këto veprime kaq të thjeshta që I bëjmë pa e menduar 2 herë. Por, shiko, këtu, të rim shtrembëret flasim drejt. Më duhet të bëj patjetër avokatin e djallit dhe të prek pak e elefantin në dhomë. E di ku po del. Të gjitha këto zbulimet, ping-pongu emocional, loja kuku, prezenca absolute, ngjajnë të gjitha mrekullisht bukur aty në teori, por realiteti është krejt tjetër. Ne jetojmë në një epokë ku shpërqendrimi është këdo, është I pandalshëm. Të rrisësh një fëmijë sot është diçka që të merr mendët. Padyshim, është tepër sfiduese. Një prind që ndoshta ka fjetur 1 orë ose 2 të tëra natën, është në kulmin e stresit nga puna, dhe do të marrë disa vendime emergjente vetëm për të mbjetuar atë ditë. Është, domethënë, aq tunduese dhe e lehtë sa s'ka. Ti lëshosh atij fëmije në dorë një tablet ose një loader nga ato me 100 drita të ndezura, vetëm që prindi të marrë një frym. 10 minuta. 10 minuta qetësi mendore. Të tërë e kuptojnë këtë nevojë. Atëre, pse materialet janë aq prerazi agresive kur flasin që këto ekrane janë të dëmshme? Sepse pyetja logjike do ishte, nëse ata foshnjat po presin material vizual nga unë për atë ping-pongun, pse një ekran me ngjyra apo me disa fytyra aty që lëvizin nuk e bën dot të njëjtën punë të dreqit?
Shiko, për ta kuptuar tamam rrjedhësisht këtë rrezik, në duhet të kthehemi pas atje te ai mekanizmi shërbim dhe kthim që folëm më lart. Pse një fytyrë e një prindi, sado e lodhur dhe e stërmunduar që të jetë ajo, mbetet superiore me mijëra herë ndaj çdo pajisjeje? Po pra, pse? Përgjigjja është një fjalë vetme: reagueshmëria. Ekranet japin një lloj stimuli që është krejtësisht pasiv, është i njëanshëm. Një video ose një vizatim i animuar është shkëlqyeshëm vizualisht, ka muzikë, ngjyra të theksuara, por ajo video nuk e vret mendjen të ndaloj nëse kjo fëmijë befase kthen kokën, ose nis të qaj, sepse u lodh nga gjithaj stimulim, nuk i përshtatet në asnjë moment reagimit të foshnjës. Informacioni thjesht zbrazet rresht, pa mëshirshëm. Do me thënë, tani që e tha në këtë mënyrë, lidhet fiks me atë metaforën tonë. Nëse ai ndërveprimi normal i njeriut është ping-pong mes dy vetave që i lexojnë lëvizjet njëri tjetrit. Ta vendosësh fëmijën para një ekrani, na bie të jetë fjalë për fjalë si ta vësh atë fëmijë të luajë ping-pong kundër një muri të madh. Kjo është e goditur në shenjë, një mur. Sepse muri, ati nuk i bëhet vonë fare nëse ti je gati, nëse humbe ata ekuilibrin tënd, apo nëse në atë moment po buzëqesh. Ai thjesht po i kthen topat pafundësisht mbrapsht me të njëjtën shpejtësi të frikshme. Nuk ka asnjë sekond dialog aty, vetëm bombardim vizual. Dhe saktësisht ky bombardim pamor është ai që ngarkon atë sistemin nervor të foshnjës. Bombardim pa pasur fare atë dialogun thelbësor. Nuk ndërtohet dot as 1 milimetër e asaj arkitekturës emocionale afatgjat pa një palë tjetër, pa lojtarin e dytë. Të dyja palët duhen, do me thënë? Po, kur ti e vërtet i pranishëm me to, i rritur i bën qindra detaje të vogla në vetdije. Ne marrim frymën në të njëjtin ritëm me ta, pa e kuptuar fare. E zbutim pak zërin kur foshnja trembet qoftë edhe pak. Dhe atë sekondën e vetme kur foshnja e mbyll syrin sepse kërkon një sekond të procesojë çfarë ndodhi, ne ndalemi fiks atje me to. Sintonizimi jashtëzakonshëm ky, që asnjë makinë nuk e imiton dot? Absolutisht, asnjë tablet nuk lexon atë shkallë lodhje që ka ai fëmijë aty. Asnjë aparat, domethënë, nuk bën atë kontaktin sy më sy që lëshon e vën lëvizje oksitocinën dhe dopaminën e vërtet, organike. Sigurisht, ideja këtu, mos të keq kuptohemi, nuk është që të fajsojmë një prind që ka nevojë për 10 minuta frym. Po e qartë, nuk është faji i tyre se jetojmë kështu si jetojmë. Por, është e rëndësishme të kuptohet nga burimet tona që kjo vëmendje jonë thelbësore, pa ndarje, ky është fjalë për fjalë ai ushqimi unik për zhvillimin që ky tru kaq i vogël po e kërkon, si dëshpëruar në ata 6 muaj fillestar. Atëherë, meqense u thelluam kaq shumë dhe po i afrohemi fundit të kësaj analize të materialeve që lexuam, mendoj se mund ta përmbledhim pak të gjithë këtë tablo kaq të qartë e kaq të rëndësishme që po shohim këtu. Jam i mendimit që ja vlen një lloj përmbledhjeje. Ne filluam këtë bisedë duke menduar se do ishte diçka për momentet e lezetshme, një analizë domethënë thjesht asaj buzëqeshjes së parë të bebeve. Por çfarë doli nga e gjithë kjo është se ajo buzëqeshje rreth asaj javës së 6, kur na shohin në fytyrë e i shohim e na e kthejnë prap, ajo në të vërtetë që nga vetë zanafilla e komunikimit njerëzor, forca më masive lidhëse që kemi në natyrë. Kuptuam që fjalë për fjalë truri i tyre i vogël po ndizet e po zgjohet aty për këtë botën sociale, duke futur veten e tij në një lloj loje komplekse të një ping-pongu, dhe aty çdo gjë vlen. Zërat tan, loja e fshehjes së fytyrës, do me thënë, të gjitha u mësojnë themelet e thella se çfarë është dashuria dhe si ndërtohet besimi. Edhe patjetër, mbi gjitha pam se pse e gjithë kjo val prezence e vëmendje e pastër njerëzore, me ato qindra detajet e veta të vogla sintonizimi, nuk ka asnjë mundësi teorike e praktike të zëvendësohet me asnjë ekran apo tablet, sado që këto gjëra bëhen gjithmonë më interaktive çdo ditë më shumë. Dhe shiko, e përblodhe me një saktësi absolute. Nëse mund ta filtrojmë ose ta ngjeshim të tërën thelbin në një farë ideje qendrore këtu, do thoja që ato themelet e pathyeshme që bëjnë nesër një person normal të jetë social, thelbësisht i aftë të dojë të jetë i dhëmshëm ndaj njerëzve, aty hidhen, para se njeriu të ketë shqiptuar edhe fjalë më thjeshtë të kuptueshme. Një shikim
thjesht një kontakt ku ti po i ofron atij njeriu gjithë vëmendjen tënde pa kursim, mund ta konsiderosh si atë investimin më bombastike, më të artë që ke bërë te psikologjia afatgjate e asaj qenie. Dhe tamam ky mendim i fundit që tha, që e vë theksin pikërisht te fuqia mbi natyrë e kësaj vëmendjes son të plot, sinqerisht më drejton tek një mendim apo pyetje, ndoshta kjo shkon pak edhe përtej materialeve që diskutuam e analizuam sot, por më mbeti tamam ashtu aty në mendje si diçka që ka shumë vend në jetën tonë, kudo e kurdo. Çfarë po mendoje? Shiko, do më thënë gjatë gjithë kësaj kohe po mbajmë fort ligjëratën se sa thelbësore qen ka që ky kontakti drejt për drejt vizual që po ashtu quajmë, ky ping-pongu emocional e intensiv ku ne reagojmë, sa i domosdoshëm që ishte ky për të shkruar nga e para çdo milimetër besimi dhe logjike brenda trurit të pambrojtur të një foshnje. Po mendoja nëse pikërisht ky nivel i gjallë thellësisht absolut i vëmendjes, kur ti ngul syr dikujt e ja e lexon atij lëvizjet, kur ti përshtatesh e rrjedh së bashku me ta, e plotësisht i papërqendruar te pajisjet. Pra nëse i gjithë kjo gjë ka ashtu një lloj fuqie të pandalshme atëherë, pse nuk shtrohet pyetja po ne të rriturit vet? Çfarë do i ndodhte marrëdhënieve tona më të shtrenjta, të atyre që kemi ngjitur, bashkëshortëve tan, familjarëve e miqve, nëse ta zëm një ditë prej ditësh, nesër, gjatë një muhabeti krejt normal që po bëjmë, befas t'i rrasnim ata telefonat therr në xhep dhe t'i falnim këtij njeriu fjalë për fjalë pikërisht atë nivel prezent të papërzier fare që e japim aq natyrshëm një bebeje. A do kishte vallë ky ping-pong i thjeshtë, disi harruar atë lloj forcën e vërtet, për ta tronditur e rizgjuar krejtësisht se si ne vërtet e gjejmë apo e humbasim rrugën drejt njëri tjetrit në një botë kaq raskapitse moderne? Diçka vërtet për t'u bluar dhe ndoshta për t'u provuar, kjo ishte e gjitha, shihemi deri në analizën tonë të thellë të radhës.